Pritshmëritë për këtë sezon turistik nga tur operatorët e qytetit ishin vërtet të larta, e ato lidheshin me hapjen e aeroportit të Florës. Vasil Bedinaj, kreu i operatorëve turistik të jugut të Shqipërisë, tregon se në muajt nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar pati një bum rezervimesh dhe kontratash nga agjenci turistike për të vizituar Vlorën. Por ngër që i shkaktuar nga aeroporti i Vlorës, Bedinaj thotë se solli një minus të madh në sektorin e turizmit, ku shumë prenotime u anuluan gjatë muajve mars dhe prill. Sipas Bedinajt, aeroporti është shumë i rëndësishëm për Vlorën për të tërhequr atë grup turistësh, të cilët nuk preferojnë të udhëtojnë gjatë nga aeroporti drejt dhomave të hotelit. Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, kemi marrë një minus të madh nga gjithë bashkëpunëtorët tanë jashtë territorit të Shqipërisë, po ashtu dhe shumë individ, klient që ne kemi që kanë dashur të udhëtojnë në Vlorë, e kanë pritur me padurim çeljen e aeroportit. Informacioni që kishim vitin e kaluar në muajin tetor, nëntor ka qenë i tillë që do të hapej. Kemi pasur shumë kontrata me agjenci turistike jashtë territorit të Shqipërisë, të cilat u anulluan në muajin mars dhe në muajin prill. Pra, mosqelja e aeroportit ka ndikuar jashtëzakonisht për sa i përket fashës së turistëve dhe volumit të turistëve të cilët kishin menduar të kalonin pushimet e tyre në qarkun e Vlorës. Uroj dhe shpresoj shumë, jo vetëm unë, po gjithë operator turistik, se siç e kemi thënë, aeroporti i Vlorës është një vul apo një hallk shumë e rëndësishme e sektorit turizmit, duke marrë parasysh që fasha e klientelës elitare që mund ta quajmë. Nuk mund të udhëtojë me orë të tëra nga një aeroport në destinacionin ku ata duan të shkojnë. Ka një orar të caktuar që duhet të udhëtosh nga aeroporti deri në hotelin në të cilin ke prenotuar. Dhe kjo fash apo kjo kategori e turistëve që ne shpresojmë që një ditë të vinë në Shqipëri, nuk mund të udhëtojnë 3 apo 4 orë nga aeroporti deri në hotelin e tyre. Pra, mosqelja e aeroportit turistik pati një vrull për sa i përket kontratave në fillimin e muajit nëntor dhjetor të vitit kaluar, po ka pasur dhe anullime të muajit mars, të cilat na kanë humbur shumë pikë për sa i përket bashkëpunëtorëve tanë, besueshmërisë. Bedinaj thotë se udhëtimet të cilat janë anuluar kanë qenë më të shumta nga Europa perëndimore, nga shtete si Franca, Gjermania apo edhe Spanja. Ajo që kemi thënë vitet e fundit ka qenë që dikur kemi pasur Europën lindore, por tashmë e gjithë kjo është zgjeruar edhe në Europë perëndimore. Aktualisht pjesa më e madhe në statistikat tona për muajin prill dhe maj, pjesa më e madhe e turistëve të cilët ishin të akomoduar në Vlorë kanë qenë të Europës perëndimore dhe shteti ka pasur më shumë për sa i përket qytetit të Vlorës dhe rrethinave ka qenë Franca, me një numër goxha të konsiderueshëm, por nuk përjashtojmë këtu dhe Austrinë dhe Gjermaninë dhe Spanja, pra nuk ka më një low cost apo një destinacion low cost siç ka qenë Çekia, Polonia më përpara, por tani jemi zgjidhur. Ajo që duhet të bëjmë ne është që të krijojmë kushte që ky numër nga Europa perëndimore të zgjerohet apo të rritet sa më shumë. Nuk mund të presësh të jetë Vlora destinacioni i mirëfill për ta, pas pate aeroportin apo pas pate dhe infrastrukturën e përmirësuar. Pavarësisht anulimeve, Vasil Bedinaj konfirmon edhe faktin që nisja e sezonit veror ka sjellë shpresë për shkak se sipas tij, në krahasim me një vit më parë jemi 12 deri në 13% më shumë turistë, e ai shpreson se kjo përqindje do të vijojë në rritje në muajt e pikut. Pritshmëritë tona është pothuajse i njëjti trend që ka qenë dhe 2-3 vitet e fundit. Ne shpresojmë dhe statistikat e 2 muajve të parë, prilli dhe maj, që quajmë si sezon turistik, kanë qenë me një rritje 2 shifrore, pra jemi diku te 12-13% më lart se viti kaluar. Shpresojmë që ky trend të jetë pothuajse i njëjtë deri në fund të muajit shtator, të shohim 2 muajt e pikut që janë korriku dhe gushti, sepse ndryshon kategoria e turistëve të prillit maj dhe atyre të korrikut dhe të gushtit. Kemi turizëm kulturor dhe kemi turizëm veror. Mendoj dhe statistikat na thonë që do të kemi një rritje në krahasim me vitin e kaluar. Ajo që kemi frikë, siç e kemi pasur çdo vit, është punët që ne kemi akoma pa bërë, infrastruktura që është akoma pa përfunduar. Pra jemi optimist që po shtohemi vit për vit, por trembemi në anën tjetër se çfarë feedbacku do të marrim nga këta klientë që zgjedhin të vinë në Shqipëri. Kreu i operatorëve turistik thotë se ende jemi në fashën e turistëve mesatar dhe atyre low cost, për shkak se sipas tij turistët e quajtur elitar kërkojnë kushte të cilat nisin nga aeroportet e deri tek infrastruktura. Jemi në fashën e mezit e poshtë,
Nuk mund të presësh apo nuk mund të shpresosh për një turizëm elitar kur nuk ke aeroporte, kur nuk ke porte, kur nuk ke infrastrukturën e dur, kur nuk ke transportin urban, kur nuk ke hotele brand, e kështu me radhë. Pra kemi akoma rrugë për të bërë, por gjithsesi kemi bërë mirë deri tani, sepse më mirë po të ngjisim shkallët 1 nga 1 se sa 10 bashkë. Vlora mund të cilësohet një qytet i cili vizitohet nga turist nga çdo vend i botës, duke ndryshuar nga realiteti i viteve të mëhershme, kur e vizitonin kryesisht vetëm italianët dhe turistët nga Europa lindore.